Horoskopi ditor dashi, me hënën që hyn sot në shtëpinë tuaj të 4 diellore, sot kërkoni më shumë rehati, njohuri të njohura dhe qetësi. Çështjet e familjes, të shtëpisë dhe ato personale marrin vëmendjen kryesore, duke ju kujtuar rëndësinë e rrënjëve dhe ambientit ku ndiheni të sigurt. Megjithatë, kjo është një ditë e shkëlqyer për mbretësinë mendore dhe për të parë të gjitha shtresat e një situate. Ju mund të gjeni kënaqësi në kërkime, projekte intelektuale, ose çdo aktivitet që kërkon përqendrim dhe analizë të thellë. Në të njëjtën kohë, është e mundur që pasdite të ndiheni pak të paduruar, kështu që aktivitetet më komplekse mund të duhet të presin pak. Përballë sfidave, intuita juaj është e fortë dhe mund t'ju çojë drejt zgjidhjeve të reja. Një ide e veçantë mund të shkëlqejë në mendjen tuaj dhe mund të ndjeni një eksitim të veçantë për një zgjidhje ose koncept që sapo ju ka ardhur. Kjo ditë gjithashtu favorizon kohën e kaluar me familjen ose tërheqjen në hapësirën tuaj personale, duke ju ndihmuar të rigjeni energji dhe ekuilibër. Vendosja e kufive të qetë dhe përkushtimi ndaj punëve të shtëpisë apo projekteve personale mund të sjellë një ndjenjë stabiliteti dhe kontrolli. Në përgjithësi, dash, sot mund të shfrytëzoni energjitë tuaja për të kombinuar mendimin kreativ dhe analizën kritike me ngrohtësinë e ambientit të shtëpisë dhe zemrës suaj. Demi, me hënën që hyn sot në sektorin tuaj të komunikimit, Demi, kurreshtja juaj është ajo që do t'ju udhëheqë gjatë gjithë ditës. Ju ndiheni të tërhequr nga mundësitë për të mësuar gjëra të reja, për të bashkëvepruar me të tjerët dhe për të kërkuar këshilla apo mbështetje. Bisedat sot janë të gjalla dhe plot entuziazëm, duke krijuar hapësira ku ju mund të shprehni mendimet dhe ndjenjat tuaja në mënyrë të qartë dhe të fuqishme. Ju ndjeni një kënaqësi të veçantë për një person, një ide ose një ndjenjë që ju frymëzon. Kjo është një ditë e mirë për të sjellë një frym pranimi dhe mirëkuptimi në marrëdhëniet tuaja, duke lehtësuar bashkëpunimin dhe krijuar zgjidhje të përbashkëta. Aktiviteti dhe puna me të tjerët mund të rezultojnë në ide të ndritshme dhe projekte të suksesshme. Megjithatë, Demi, ndërsa dita avancon, mund të ndodhin disa tensione ose vonesa të vogla që kërkojnë durim. Timingu mund të mos jetë gjithmonë perfekt, por këto situata mund t'ju mësojnë fleksibilitet dhe aftësinë për të komunikuar me qetësi dhe bindje. Sot është një mundësi e shkëlqyer për të fokusuar te dialogu, bashkëpunimi dhe zgjerimi i horizontit tuaj intelektual. Binjakët, me hënën që hyn sot në shtëpinë tuaj të dytë të diellit, i dashur binjak, vëmendja juaj do të përqendrohet kryesisht tek nevojat fizike dhe komoditeti personal. Ju ndjeni një dëshirë për stabilitet dhe parashikueshmëri, duke shmangur komplikime të panevojshme. Sot është një ditë e favorshme për të reflektuar mbi shëndetin, punën dhe çështjet praktike të jetës, duke u dhënë këtyre temave vëmendje të veçantë. Detajet dhe problemet mund t'ju shqetësojnë, por kjo energji mund të shfrytëzohet në mënyrë produktive nëse i kanalizoni me mençuri. Mos u friksoni të përdorni pasionin tuaj për organizim dhe vendimmarrje për të sjellë rregull në ato fusha që kërkojnë vëmendje. Ndërsa dita avancon, përpiquni të bëni rregullime të vogla dhe të menaxhoni kohën më efikase, sidomos nëse ndiheni të nxitshëm ose të presionuar. Sot është një mundësi e shkëlqyer për të krijuar stabilitet personal dhe për të forcuar kontrollin mbi burimet dhe nevojat tuaja, duke përmirësuar ndjeshëm ekuilibrin tuaj të brendshëm. Gaforja, me hënën që hyn në shenjën tuaj sot, e dashur gafore, ndjeni një dëshirë të fortë për të shprehur veten dhe për të gjetur kanale të reja për kreativitetin dhe emocionet tuaja. Ky është një moment ideal për të rikuperuar gëzimin dhe për të përqafuar aktivitetet që ju bëjnë të ndiheni mirë. Energjia sot ju mbështet për të lidhur kontakte të rëndësishme, projekte që ju apasionojnë ose biseda motivuese që zgjojnë frymëzim. Për disa ditë, do të ndjeni një nevojë të fortë për kujdes ndaj vetes dhe për të vlerësuar kohën tuaj të lirë, dhe kjo nuk duhet të injorohet. Megjithatë, mund të lindë një tendencë për nxitim dhe pak durim të pakët, veçanërisht me aktivitetet që kërkojnë përqendrim dhe qetësi. Mund të ketë edhe mosmarrëveshje të vogla mbi mënyrat e komunikimit. Disa njerëz mund të jenë diplomatik, ndërsa të tjerët preferojnë qasje më të drejtpërdrejtë. Në përgjithësi, kjo është një ditë e shkëlqyer për të eksploruar interesa të reja,
për të entuziazmuar për ide dhe projekte të ndryshme dhe për të shfrytëzuar energjinë progresive dhe të freskët që ju rrethon, edhe pse ndonjëherë mund të ndiheni pak të tensionuar ose të nervozuar. Përfitoni nga ky moment për të zhvilluar kreativitetin dhe për të ushqyer shpirtin tuaj. Luani, sot do të ndjeni një dëshirë për të tërhequr pak nga rutina e zakonshme. Hëna hyn në shtëpinë tuaj të 12 të hartës diellore dhe do të qëndrojë aty për disa ditë, duke treguar një nevojë të thellë për kohë për veten, për të përpunuar mendimet, për të shëruar dhe për të rifreskuar energjitë. Ky është momenti ideal për të bërë një pauzë nga aktivitetet e zakonshme, nëse mundeni, dhe për të rikuperuar qetësinë emocionale, megjithse preferoni të qëndroni në profil të ulët për tani. Aftësia juaj për të zgjidhur probleme dhe për të reflektuar mbi situata të ndryshme është e lartë sot. Energjia e ditës ju mbështet për të diskutuar dhe për të shfrytëzuar biseda që ndihmojnë të kuptoni më mirë ngjarjet dhe njerëzit rreth jush. Me kalimin e ditës do të ndjeni një dëshirë të fortë për të vepruar mbi idetë e reja dhe përmirësimet që keni planifikuar së fundmi. Diskutimet mbi çështje familjare ose të së kaluarës mund të jenë të rëndësishme, por ju nuk doni vetëm të flisni, dëshironi të vëni idetë në veprim dhe të shihni rezultatet e tyre konkrete. Sot është një ditë për të balancuar reflektimin me veprimin dhe për të shfrytëzuar energjinë për rritje personale dhe praktike. Virgjëresha, e dashur Virgjëresh, sot dita ju sjell energji të favorshme për të zgjidhur probleme, për të diskutuar dhe për të krijuar ide të reja. Ju do të ndiheni më krijues dhe më të lehtë në shprehjen e vetvetes, duke e bërë këtë një kohë të shkëlqyer për shoqëri intelektuale ose stimulim mendor. Bisedat që lidhen me interesat personale, projekte dhe kauza të veçanta mund të jenë në qendër të vëmendjes, duke ju dhënë mundësinë të shkëmbeni mendime të fryqme dhe të zgjeroni horizontet tuaja. Megjithatë, me kalimin e ditës mund të ndjeni pak padurim ose situata të vogla sociale që nuk shkojnë sipas planeve. Mos i teproni me interpretime, pasi këto janë vetëm pengesa të përkohshme dhe jo shenja të diçkaje më të thellë. Kjo është një ditë e fortë për të diversifikuar njohuritë tuaja, për të mësuar aftësi të reja dhe për të zgjeruar mënyrat se si mund të ndikoni në jetën tuaj dhe të tjerëve. Peshorja, e dashur Peshore, sot energjia mund të duket e shpërndar, por ju kërkoni ekuilibër dhe stabilitet. Lëvizja e hënës në majën e hartës tuaj diellore ju ndihmon të përqendroheni tek prioritetet dhe të dalloni çfarë është me të vërtetë e rëndësishme. Bisedat sot janë të toksruara dhe të vlefshme, duke reflektuar më thellë mbi një çështje, mund të zbuloni detaje që më parë ju kanë shpëtuar, gjë që ju ndihmon të merrni vendime më të qarta. Megjithatë, me kalimin e ditës mund të hasni disa pengesa sociale ose të ndjeni se koha juaj nuk është perfekte. Nevojat dhe dëshirat mund të përplasen dhe askush nuk duket i gatshëm të bëjë kompromise. Në këto momente mund të vendosni të punoni për të zgjidhur situatën ose të hiqni dorë përkohësisht, duke lejuar që gjërat të marrin rrjedhën e tyre dhe të ritakohen më vonë në mënyrë natyrale, pavarësisht sfidave. Kjo është një ditë e shkëlqyer për të shfrytëzuar talentet dhe burimet tuaja në maksimum. Fokusi tek organizimi i energjive dhe marrëdhënieve do t'ju lejojë të arrini progres të dukshëm dhe të ndiheni më të qetë në fund të ditës. Është gjithashtu koha e duhur për të krijuar ura mirëkuptimi, sidomos kur diskutoni me të tjerët për çështje që kanë rëndësi për ju. Akrepi, i dashur Akrepit, sot hëna kalon në sektorin e shpirtit dhe aventurës suaj, duke zgjuar tek ju dëshirën për të dalë nga rutina dhe për të përjetuar diçka ndryshe. Mund të ndiheni më të lirshëm për të shprehur si ndjenjat, ashtu edhe idetë tuaja, ndërsa kërkoni përvoja që ju frymëzojnë dhe ju japin një ndjesë gjallërie. Edhe gjërat më të vogla sot mund të zgjojnë tek ju një ndjenjë entuziazmi dhe zbulimi. Gjatë ditës, energjia juaj mund të rritet ndjeshëm, por po ashtu edhe pasioni juaj për t'u angazhuar në çdo gjë që ju sfidon. Megjithatë, dikush mund ta keqkuptojë sot shpirtin tuaj konkurrues, duke e parë si kokfortësi apo sfidë personale. Mos e lejoni këtë t'ju largojë nga qëllimet tuaja, mjafton pak durim dhe fleksibilitet për të kaluar çdo keqkuptim. Kjo është një ditë ideale për të kërkuar përgjigje, për të eksploruar tema që ju intrigojnë ose për të punuar në mënyrë të pavarur.
Shigjetari, i dashur shigjetar, me kalimin e hënës sot, ndjeni më të prirur të reflektuar mbi ndjenjat dhe përvojat tuaja të fundit. Keni nevojë për pak qetësi për të kuptuar më mirë emocionet tuaja, por në të njëjtën kohë, tërhiqeni nga situata, njerëz ose projekte që ju prekin shpirtërisht dhe ju japin ndjesinë e përfshirjes. Është një ditë e mirë për introspeksion, për të dëgjuar intuitën dhe për të pastruar mendjen nga ngarkesat e ditëve të fundit. Megjithatë, më vonë gjatë ditës mund të ndiheni pak më të ndjeshëm ndaj presioneve të jashtme, ose mund të jetë e vështirë të gjeni gjuhën e përbashkët me dikë. Dallimet në shije. Mënyrë apo stil mund të bëhen më të dukshme se zakonisht, duke sjellë keqkuptime apo tensione të vogla. Edhe pse këto nuk janë probleme serioze, mund të jenë mjaft irrituese. Këshillohet që ta përdorni këtë energji për të çliruar nga gjërat e panevojshme, qoftë në mendje, emocione apo hapësirën tuaj fizike. Bricjapi, i dashur bricjapi, me hyrjen e hënës sot, vëmendja juaj zhvendoset drejt jetës shoqërore dhe marrëdhënieve me të tjerët. Do të ndjeni një nevojë të fortë për të lidhur me njerëz që ndajnë të njëjtat ide dhe synime si ju. Është një periudhë e mirë për të bashkëpunuar, për të ndarë ide dhe për të marrë frymëzim nga mjedisi juaj. Mund të shfaqen mundësi të reja përmes miqësive, rrjeteve apo bashkëpunimeve në grup. Energjia juaj komunikative është e lartë dhe ndiheni më të lirshëm për të shprehur mendimet tuaja. Ka gjasa që të merrni një rol drejtues në një grup apo të jeni personi që udhëheq të tjerët drejt një qëllimi të përbashkët. Projektet dhe planet që keni në dorë ju motivojnë dhe ju japin ndjesinë e arritjes. Megjithatë, ndërsa dita përparon, energjia mendore bëhet më e fortë dhe kjo mund të sjellë një ndjesë urgjence për të realizuar gjërat sa më shpejt. Kjo mund t'ju shtyjë drejt suksesit, por nëse nuk kujdeseni, edhe drejt padurimit apo keqkuptimeve të vogla. Ujori, i dashur ujori, sot ndiheni më të përqendruar tek detajet dhe detyrat praktike. Kujdesi ndaj përgjegjësive, shëndetit apo organizimit të përditshëm ju sjell kënaqësi dhe ndjesinë se po ecni përpara me ritëm të qëndrueshëm. Ju e keni të vështirë të injoroni punët e vogla, sepse sot ndjeni nevojën t'i vini gjërat në rregull dhe të keni kontroll mbi situatat rreth jush. Është një ditë ideale për të marrë me riorganizim, për të sistemuar gjërat që keni lënë pezull dhe për të ndërtuar një rend më të shëndetshëm në jetën tuaj. Çdo arritje, sado e vogël, do t'ju jap ndjesinë e përmbushjes dhe do të forcojë besimin tuaj. Mund të ndjeni një valë energjie ndërsa dita përparon, entuziazëm për të përfunduar projektet, për të ndjekur një plan pune apo për të marrë vendime që lidhen me karrierën tuaj. Planet afatgjata janë në qendër të vëmendjes dhe jeni të gatshëm të sakrifikoni për t'i bërë realitet. Megjithatë, keni kujdes nga padurimi, dëshira për të parë rezultatet menjëherë mund t'ju lodh emocionalisht. Sot, energjia e ujorit është ajo e përkushtimit dhe qartësisë. Çdo përpjekje që bëni për të vënë rregull, për të përmirësuar rutinën apo për të investuar në veten tuaj do të japë fryte shumë shpejt. Kujdesuni për trupin, mendjen dhe planet tuaja. Është dita e duhur për t'i vënë gjërat në vijë. Peshqit, sot hëna hyn në sektorin tuaj të gëzimit dhe krijimtarisë, duke ju dhënë energji të butë, por të gjallë shpirtërore. Është një ditë e përshtatshme për të ndaluar ritmin e zakonshëm dhe për të shijuar diçka që ju frymëzon, qoftë një hobi, një bisedë me një njeri të dashur, apo një moment thjesht për të ëndërruar. Zemra juaj sot është më e hapur dhe çdo përvojë që ju prek emocionalisht ka më shumë rëndësi se zakonisht. Do të ndjeni një shtysë të fortë për të shprehur në mënyrë autentike, për të bërë diçka që ju bën të ndiheni të gjallë dhe për të thyer rutinën. Idetë krijuese do të jenë të shumta. Dhe intuita juaj, si gjithmonë, do t'ju drejtojë në rrugën e duhur. Ky është momenti ideal për t'u lidhur me shpirtin tuaj artistik, për të gjetur bukurinë në gjërat e vogla dhe për të parë botën me sytë e imagjinatës. Megjithatë, keni kujdes ndaj impulsivitetit në komunikim. Mundohuni të ruani qetësinë dhe ta përdorni këtë energji për të ndërtuar, jo për t'u lodhur. Më vonë gjatë ditës, mund të ndjeni pak mungesë durimi ose ndjeshmëri nga të tjerët, por kjo është kalimtare. Fokusi juaj duhet të mbetet tek gëzimi, krijimi dhe besimi se gjithçka që lind nga zemra juaj ka vlerë.